Përshëndetje të gjithëve, sot kemi përshitje këtë bishën, është Jeep Wrangler Unlimited i 2020-ës, është gjenerata fundit, ka vazhdu nga 2018 dhe akoma kjo është në prodhim, s'ka tjetër. Ka disa modifikime shumë lezetshme që di shohim me radhë, nuk është stok fabrike. Ka organellën para që është edhe me pult, e përdor me pult. Ka këto light baring këtu, te kofano edhe lartë, shumë i bukur, ka gjitha këto, kjo është e vu me aftermarket edhe janë bërë këto pjesë këtu, powder coated edhe alumin, është me lift kit, është e ngrejtme, nuk është sa standardja, edhe gomat janë vu më të mloja, diset, edhe në gjendje shumë mirë duken, jo të konsumume, ka edhe këtë shkallën e hekrit. Për momenti ka këtë copës, të çmontohen kreta, po edhe kjo i vijet ka vetëm plastikën që bëhet i lloj si tjerat. Kjo gjenerata re ka pas disa avancime që di shohim. Gomën e rezervë mrapa ka i lloj si tjerat, ka dhe kamerën mrapa, edhe këto hukat, gjithë ka hekri komplet. Sapo është targu, ka ardhur nga Amerika. Ky është motori 3.6 V6 aspirato, Pentastar e quajnë si motor, është shumë motor i mirë, shumë i fortë. Ky është me cold air intake, është bo aftermarket cold air intake, besoj edhe stage. Stok ka 284 kuaj edhe 353 Nm tork. Tash i besoj të ketë shkuke 300, shumë motor i mirë. Ndryshimi që është shumë i rëndësishëm te kjo gjeneratë është që kanë kaluar nga kamio 5 marsh automatike te 8 TP-ja, te ZF-ja, që është super ndryshim edhe e bë përdorimin shumë më të lehtë edhe në përditshmëri, jo vetëm off-road, nga që është me 8 marshe, është perfekt, edhe për përditshmëri, i ndro kollaj marshet, i ma xhiro tamam, është super. Tani ta shohim edhe interiorin, ka këto grab handles. Mrena nuk është që janë bërë shumë gjona, është fabrik paka shumë. Dyert janë të çmontueshme, mund vesh half doors po dush i heq. Mrena si janë bërë shumë modifikime shumë gjona, është fabrik. Ka këto xhama këtu në mes që i kanë që të çmontosh dhe dyert, klimën, auto start stop, hill descent controlin, te ka Android sistemin këtu që e lidh me telefonin, ka 91.000 milje, këtu ka kontrollerat për këto dritat e jashtme, edhe Inez me buton, i ke këtu direkt. Mrena nuk është që janë bërë shumë modifikime, standard është paka shumë, tapicerin e pastër, cop, kamion ZF-8 që thash që është perfekt, frenat e dorës që ka tamam, too high for high, too low for low, me telefonin e bo Apple CarPlay Android Auto. Edhe mrapa ka këto dy ventat, ka boxe tu për muzik, ka hapësirë edhe mrapa në bagazh. Ke dy porta, një USB, një Type-C edhe ventat këtu, shumë e pastër. Çmimi për këtë Jeep Wrangler Unlimited të 2020-ës që është me lift kit me këto modifikimet që pam, është okazion 35.000 euro. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.